drafti për hapjen e basteve, më në fund ja del që të shkojnë në kuvend. Dhe aty fillon pjesa e dytë e odises hapjes së basteve. Zgjatja e procedurës së miratimit të ligjit. Sepse sektori i të palishmes ishte i gatshëm të paguante këdo që kishte në diçka në dorë për ta penguar apo për ta vonuar draftin. Ta pengonte dhe ta vononte atë. I paraqitur në parlament që në korrik të vitit 2023, ligji u zvarit për rreth 7 muaj, derisa shkoi dhe u miratua në seancë plenare në shkurt të vitit 2024. Komisioni Veprimtarive Produse, në atë kohë drejtuar nga Eduard Shalci, tentonte ta zvariste pafund miratimin e këtij ligji, duke shtyrë mbledhje pas mbledhje kështu. Procedurë pas procedure, ca të rregullt dhe ca të pa rregullt. Dhe në këtë formë ai gjende mënyra se si ta pengonte kalimin e projektligjit nga komisioni dhe paraqitjen e tij në seancë plenare të kuvendit. Përdoreshin truqe justifikime nga më ndryshme se si që ligji të shtyhet të mos miratojë. Mbaj mend për shembull, që atë kohë deklarohej nga zoti Shalci që po diskutohet me ekspertë të huaj për çështjen e draftit. Dhe unë u interesova shumë dhe thashë, kush janë këta ekspertë të huaj që po këshillojnë parlamentin? Dhe u futa për të parë emrat dhe për të parë çfarë kishte deklaruar publikisht kuvendi për ekspertë të huaj, por më besoni, asnjëherë nuk u publikua asnjë emër eksperti që të ishte kontraktuar apo paguar nga kuvendi i Shqipërisë për këtë gjë. Sepse nëse do të kishte pasur ekspertë të huaj që ndihmojnë komisionet parlamentare, ata do duhet të ishin të deklaruar edhe të paguar nga kuvendi. Por asnjëherë nuk u pa asnjë ekspert i tillë. Kështu që ato që thoshte Shalci, që po diskutojmë me ekspertë huaj, ose kanë qenë ca personal të tillë të cilët i ngritin në nivel institucional, njëri që ka gjetur ai, njëri të huaj që ka gjetur ai ka pyetur çfarë bëjmë me këtë ligjin e basteve ne, që ka ngritur në nivel institucional, ose ka qenë thjesht një justifikim i kot. Për të justifikuar faktin sepse po vonohej miratimi i projektligjit dhe dalja e tij në seancë plenare. Aktorët që kontrollonin bazat e palishme ishin aty. Dhe natyrisht që ata ishin aktori kryesor që pengonin daljen e draftit në seancë plenare.